U martua i shkreti se nuk hekuroste do të këmishën. Dhe po ta shohësh tani, hekuros dhe gjithë fustanet e gruas. I ziu. Ore, nuk më kujtohet fare. E hoqa unë hekurin nga prisa? Kjo s'të kujtohet ty, po qa më ke thënë para 12 vjetësh, kur u zum, atër e mbanë mund tjetë. Ja, se arroja dhe. Po, ato se arron, po këto e arron. Jeta është shumë e bukur. Sa herë mundohesh të kursesh 50 euro, të del në një shpenzimi papritur dhe shpenzonja 500 euro. Orion, çfarë gruaje do kishe dashur në jetën tënde ti? Një grua paranormale. Çfarë more, që do të thënë kjo? Që të ketë para dhe t'jetë normale. A e dini pse shqiptari nuk bëhet kur pilot avioni? Ha, more. Se nuk ri do të panxirë dorën nga xhami, o vlla. Dorën nga xhami. Jemi live në emision, mos na merrni në telefon, ju lutem se nuk përgjigjemi dot. Po. Mirë. Një bjonde i thot tjetrës: "Bëra dhe unë një vrim tjetër në vesh." I thot kjo: "Po si, me 2 vrima dëgjon më mirë tani?" Po s'ta ka gjetur. Ai momenti kur je shumë i lodhur për të shkuar në punë, shumë i varfër për ta lënë punën dhe shumë i ri për dalë në pension. Ashtu, a? Kështu. Ka ardhe i momenti? Jo, po më ikën. O shoku, si ke punët me femra ti? Njësoj si me policët. As i ngas, as më ngasin. Shqiptari kur është me makinë, shan këmbësorët. Kur është në këmbë, shan shoferët. Burri dashur, tani që mora patentën, do t'i jap unë makinës kur t'jesh i dehur. Më vraf të zoti po pjova më një pikraki. Vjetë makina në dorë. Gëzuar me lajthiza, me ujin ton të preferuar dhe pijen roze. Jo, ajo shisha ime. Kjo shishe... Po, po, sepse kjo shishe ti e mbarove një. Kjo është e imja, po. Kjo është e imja. Po mirë, dhe nuk të deli jote, api dhe time. Jo, se është fati im këtu. Dhe unë them që mbasi të ndisht një bardazin, që mbarojmë rreth orës 11 e pak, 23:00, ndjes, të bëjmë që gjumë në ato dyshekët fantastik Dorelan, sepse është gjumi i ëndrave, ju filtron këshu, ju bën gjithë të nesmen. Një gjumë në Dorelan dhe ndijeni perfekt. Një gjumë në Dorelan është si kur flenë në bjeshk. Kemi mesazh tjetër? Kemi një mesazh fantastik. Kush? Mesazhi është nga... Një mesazhi? Po. Njërë. Unionet Western Union uron të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkët. Le të sjellë kjo festë e shenjtë më shumë dritë, shpresë dhe gëzim në zemrat tuaja. Transfertat bëhen me Unionet Western Union me një buton në celular, me UPay Albania dhe fitoni edhe 1.000 lek. 1.000 lek dhe mund se 100 janë, po 1.000 lek për çdo veprim që kryeni. Me aplikacionin UPay Albania mund të dërgoni para në 200 vende të botës dhe nëse një familjar ju dërgon juve para, i merrni direkt në aplikacion dhe i përdorni si të doni. Dhe duke përfituar nga ky rast, ne kemi mundësinë të urojmë të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkët, sepse kemi një fundjavë të gjatë Pashkës, ku ka më bukur se... Po pra, bëri mirë Unionet... Këtë javë dhe javës tjetër, që janë Pashkët ortodokse. Bëri mirë Unionet Western Union që na kujtoi për këtë gjë, sepse Unionet Western Union është kudo dhe kurdo pranë jush.